Aktoria Nila Bisha kërkoi pezullimin e ministres Diella, çfarë ndodhi në seancë. Gjykata administrative mbajti seancën me paditëse aktoren Anila Bisha, e cila kërkon sigurim pa dije dhe pezullimin e ministres së inteligjencës artificiale Diella deri në shqyrtimin në themel të çështjes. Raportohet se gjatë apelit të gjyqtarit të çështjes u konstatua se avokati i Anila Bishës ka kërkuar shtyrje të seancës mbasi ai është i sëmur. Sipas gjyqtarit të çështjes është thirrur Agjencia Kombëtare e Informacionit Akshi, por nuk është paraqitur më pas. Sipas tij, kryeministri nuk është paraqitur. Por dy avokatë të tjerë të pranishëm deklaruan se këto interesa të përfaqësohen nga avokatura e shtetit. Juristët e avokaturës kërkuan që për shkak të emergjencës seanca të mos shtyhet. Gjyqtari Armand Shkurta deklaroi se çështja e ngutshme është për paditësin dhe jo për të paditurin, ndaj e shtyn seancën. Çështja shtyhet për në datën 23 shkurt në orën 14.